Përshëndetje të nderuar ndjekës të mi, ja ku po takohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV për të sjellur pranë jush lajmet më të fundit. Edhe pse u tha që nuk mund të futeshte më në Kosovë, Jozefin Marku mirëpritet me traditën shqiptare në Gjakov. Ne e dim që në Big Brother se Jozi ka folë për origjinën e tij dhe ka treguar që nëna e tij është prej Kosove. Ditën e djeshme, rrjeti social TikTok, Instagram, të gjitha rrjetet sociale kanë vërshuar me disa video ku një familje mrekullueshme shqiptare nga Gjakova, burra e gra, në dasmën e tyre me tupana dhe tradicionalitet shqiptar, mirëpresin Jozefin Markun. Nga të gjitha informacionet që arrita t'i siguroj, Jozefin Marku ditën e djeshme ka udhëtuar drejt Gjakovës në një dasëm familjare nga ana e nënës së tij. Është mirëpritur me shumë dashuri, është mirëpritur me shumë ngrohtësi, është mirëpritur me shumë emocion, pa asnjë lloj rreziku për të gjithë ato që thonin se Jozi nuk mund të shkelen kurrë më në Kosovë. Si nga videoja që ju shikoni, atmosfera duket shumë e lumtur dhe të pranishmit janë shumë të respektuar që Jozi ndodhet në këtë ambient edhe në këtë atmosferë dhe mbi të gjitha po kalojnë çastet edhe momentet më të bukura. Jozi si gjithmonë, spontan dhe i drejt për drejt, duke që po e shijon pafund këtë arritje dhe këtë sukses, edhe pse ne nuk e besuam, por në një intervistë Jozi tha në Goca dhe Gra që unë pa marrë parasysh se çfarë ka ndodhur, unë kam vazhduar dasmat në Kosovë. Edhe pse Jozi nuk i kërkoi personalisht falje gjestit, ndoshta Jozi këtë momentin e quan si një problem, si zakonisht që dy shqiptarë mund të ketë njëri me tjetrin, nuk e quan problem kombëtar, por e quan problem individual, kur edhe Jozi tha që gjesti më ka provokuar. Jozi duke që është shumë i lumtur dhe gratë, por njëkohësisht edhe burrat, janë shumë kureshtar të shohin Jozefin Markun dhe siç e shikoni, nga ambienti ku Jozi ka shkuar, të gjithë kanë dalur që ta takojnë dhe ta shohin Jozi nga afër. Jozi duke që ka shkuar në një familje goxha të pasur, nga shtëpia që po shohim në sfond, por edhe nga ambienti në të cilin Jozi po vallëzon e kremton, duke që është në ndonjë zonë periferike, por që Jozin e kanë pritur me shumë kënaqësi. Çuditërisht, Jozi nuk ka nxjerrur asnjë gjë në Instagramin e tij. Besoj që nuk trëmbet pasi që deri ka shkuar deri në Kosovë, nuk trëmbet për të mos i nxjerr, apo ndoshta don të luan edhe këtë fenomenin që të mos publikon video Jozi, por të publikojnë video të tjerët. Videoja nuk është e publikuar nga ana Jozit, është e publikuar nga dikush tjetër që ka qenë pjesë e këtij manifestimit, por ekzistojnë fotografi ku Jozi ka bërë foto edhe me çuna të cilët kanë qenë pjesë e kësaj feste. Jozi siç duket po argëtohet dhe po kalon momente shumë të bukura në Gjakov. E kanë pritur me shumë dashuri, e kanë pritur me shumë energji të bukur dhe po e respektojnë pafund. Jozi ka thënë në për intervista, por njëkohësisht edhe në Instagramin e tij, se është duke punuar disa projekte dhe është duke punuar disa këngë që së shpejti do t'i sjellën në treg. Me Xhani Demikën, takimin e tyre, ne kuptuam që së shpejti Jozefin Markun do ta kemi në diskotekat e mëdha shqiptare dhe përndryshe, ndoshta së shpejti do të kemi Jozin dhe Loredanën dorë për dore në altarin e dashurisë.